Mirë se erdhët në Magure. Për gjatë këtij materiali keni më njoftu me banor të këtij fshati. Kena me provu me fal namaz në xhamin e fshatit Magure, edhe me mësu sa ma shumë që t'jetë e mundur për historinë e këtij vendi. Për gjatë minutave në vijem keni me pas kogja shumë çka me po, kështu që qëndroni me ne. Që thash, jena orë në Magure. Ti qëto me stre, se dita e parë në karo në foka me konë pak me shi. Po, s'prish pun. Na dojna me e shiu ata se qka ka me na ofru Maguria. Kështu që po dalëm pak, po ja dhojmë një rend qanej, ka një fabrik, të nyshe Maguria, është njona prej aty në vendeve në Kosovë që u prit me konë kogja i zhvillu, po që fatkeqësisht telefonat nuk e kanë lënë me u zhvillu edhe aq shumë sa është prit dikur, po si dhe që tjetë e ka të vetën edhe kjo. Kështu vëndra që kanë se maqina në kësit baren. Rruga interesant do kom dhere këto prej Kosovës, po në hypë me autobus, se në mora veshë prej aty është mas leti me pas qasje në autobusat që të vinë në Magure. Edhe që më boni përshtytje ke që në autobus për ngojshin në një katido. Më vonë që ke përgja interesante, pizzeria Shoti. Këtë në vonë që të akorton tu dhe vina tek pizzeria Shoti në Magure edhe hojna pizza. Shkojmë që anenaj ka fabrika, ta që të tregoj fabrikën, edhe qyëm sa mujna me gjithë dikon me nga kaldu se qka është që o konë, realisht puna e saj. Ko kanë këgja cert, këgja tegër, dhe i thojnë cert, dhe tjerë i thojnë djekst. Qëto pas ka lop, që atje fush përshijet gjamia fshatit, që aty përshijet stadiumi, po duket që pas ka një stadium këgja interesant. Më këshirëm që stadium së fshatit, po duket këgja interesant. Ka në do makina që dhe, provoj që tash me shku me këshirëm, mos pëmina me marrë në informacion për këtë fabriken, se qka u kone, qka është puna e saj. Ata qëtë po na përshëndetin, po vazhdojnë me na përshëndetin. Që kjo do me thonë është stadiumi i fshatit Magure.
Nuk e di, kom udhtuna për shumë fshatra, po të pak të janë fshatrat në Kosovë që kanë një stadion që si nivele. Kështu që kushdo që i ka meritat për ta, respekte të veçanta do e kemi mik në zemër. Po kthejna njerë të fush se ne mu dëkë që ka pak ma shumë gjallëni, pak ma shumë njerëz dhe të shohum se a mujna me taku me i kanë prej banorëve të fshatit. Ashtë ofër edhe koha e drekës, se di a është funksionale në 5 kohë xhamia e fshatit, se ishim shku pa xhamia, po gjithsesi s'ke po shkojmë. Po shkojmë po ndoket edhe shkolla në qatë bektem. Kështu që po besoj që rruga për tek xhamia ka me na çu njëkohësisht edhe në zemër të fshatit. Që ka po më bënë përshtypje në këtë start të ecjes këtu në Magure, janë shtëpit e vjetra. Pro shtëpit vjetra të braktisura, për shok kohë gjasi shumë, edhe pse këtë tashme fatkeqësisht fenomen në vendin tonë, që në fshatra me pas shumë shtëpit braktisura, po jo edhe kaq të vjetra. Zakonisht janë pak ma të reja, vende të tërtume prej gurbeqarve, jo shtëpi, po villë. Vende pak ma dele, diçka si kur puna e kësaj këto. Që me shumë gjasë është shtëpi e braktisë. Ma e kësa ku pihet, nuk është që ka shpesh lëvizje. Qëria e fshatit në të lafet qëto. Pas kanë edhe free delivery, kështu që kur jemi në Magure, edhe doni me porosit buk, kemi free delivery. Pse jo? Pse mos me ta provu kanë të shtëpia? Po besoj që plot për juve është të ju çudit formati i xhirimit të kësaj video. Diçka që nuk është po ma herët në vendin ton. Unë vi për një përvoje goxha gjatë në ekranin televizor, kom punu për shumë se 4 vite në 2 prej televizioneve me emër në vend. Edhe kohëve të fundit kom vendosë me ju sjell diçka pak më ndryshe, që nuk ka të bëjë me televizionin, po që prapë ka të bëjë me media. Edhe e kemi zgjedh këtë format ku kemi mundu me ju sjell pak më ndryshe fshatrat e Kosovës, po jo veç fshatrat. Kemi mundu me pru materialet shumëta nga gjitha fushat e jetës, e sidomos ato të cilat kanë interes për popullin. E zoni Puthiret, e kjo ka dhënë që në xhami ka njerëz, kështu që unë jam ofër xhamis edhe po respektoj me zonin, po shkoj në xhami. U takova me 2 banor të fshatit, edhe fatkeqësisht dikush në fshat pas ka ndru jetë sot edhe jem të shkun të pome, e nuk paten shumë kohë me ndo për neve, po gjithsesi na thanë që fshati është u boshatis shumë. Keni fatkeqësi shumë e madhe që e gjojna si fenomen, thoje se kretë Kosovën tash një kohë të gatë.
këto braktisjet e fshatrave po ktheje në një fenomen të tmerrshëm. Për çdo arsye, shohim edhe shkolla bosh, klasa avanzanca e shtëpia të mbyllta sa dush. Ka dhe që shkon. Amo, këtu në përgjithësi, fshat i mirë, i lezetshëm. Sa e bukur kje. Po dalë qëtu nalt, që këni pat markete, po këshyrëm në jo prej marketeve të Magurës, apo mujna me taku. Me kanë që në ndranaj lafo vlo, dhe njeri gjallës për të falë ka këto. Nështë është ndiku dhe që të ro ka bakshi, nuk e di sigurt, a më përgjithsi edhe shumë pak njerës të jetën konë. Deri tash përveç fëmijëve, krejt tjerë të jenë konë me makina. Welcome back. Të këshyrëm, apo mujna me gjetë qendrën e fshatit, kryetari i Magurës herë po thot jem këtu, dikush po thot ta, dikush po thot sa. Zoti hajre boft. Kryetar enigmatik. Opa. Kërkoj folje ditë të në me moj që të kam mirë se sefte e kom të në sikur jo. Një shëtitje në për Magure. Me Leo. Po e provoj me e thirë edhe njerë kryetarin e fshatit. Të shoh se a është knej, pas apo mundet me na gjetë dikon tjetër me fol. Sholla na qelë. Kryetari bëhet i paqasshëm. Pikërisht atëherë kur e kërkon detyra dhe nevoja. E po, mirë atëherë. Unë nuk ja kam ide nëse kur kom e mujt me gjetë autobus për mu këthy për Prishtinë. Inshallah zhvim muna në zonë nota këtë se të lashe bëhet. Qëtë po mdo këtë një stacioni policisë. Për ndryshe shumë më kanë thonë që Magurën e cilësojnë edhe se qytetës, jo vetë si fshat, pa qka se po shihet prej madhësisë cilën e ka ky vend. Kështu që i shkojnë për shtati me pas dhe stacion policor. Barnatore paska, po ashtu, që prej ofër stema e policisë Kosovës. Shumë bukur. S'pas kam faj këta që bojnë delivery për ushqime se thonë kjo fshat bajagisi zërë ka me përthaku në kom komplet. Po për ndryshme që kjo ka me konë edhe formati i shumicës gjirimeve që kene me i bo, si do mos në për fshatra, që jo që i pak ma lartë. Kemi me ju sjell materiale nga kjo perspektiv që ju bën me undi pak ma ofër me mu edhe me fshatin në përgjithësi. Unë i tregova, kështu që sigurohuni me bo subscribe kanalin në YouTube ku t'jo del në Facebook e TikTok e Instagram e qka dush. Pasi që një subscribe që për juve nuk kushton hiq, për mu ka vlerë ka gja shumë madhe në krejt këtë rrugtim, cilin dhe ta bojmë për gjatë shumitës, nëse jo gjithë fshatrave të Kosovës.
Unë jam në njënën prej kafeterive të fshatit edhe shfrytëzoj pak kohën për me pushu. Realisht e shfrytëzova kohën për me pushu. Edhe tash po dalim po pëqyrim edhe pak kohë që na ka mbet se apo mujna me gjeti kam për banonve nëse jo të paktën me i pru edhe të sa pamje nga fshati Magure e komunës së Lipjanit. Kështu që let's go. Shiu nuk u nol këtë kohën, alo është ra edhe po besoj që ka me na sjell bereqet. S'ka mos më të thjesht. A njerë? Jo, merë komplet, mirë është, stani, faleminderit shumë i tej. Edhe shëndet. Unë kom zgjedhë që në fshatra, në atat në cilët normalisht kena mundësi, me orë dhe më këthy me autobus, që kjo në vetë vete mande e kryon një farë aventure, se apo mujna mi adol në ku me gjetë venin edhe orën, kur ka qarkullim të autobusve. Përndryshe, Magurja kish këgja shumë qarkullim, përse që është një vend si në mes të plët fshatrave, të që nuk i mungon autobusit. Edhe ofër Prishtinës, ofër aeroportit, kështu që s'ka qysh me thonë ndryshe. Po, gjem falë, për autobusin për Prishtinë, qëtu me frita, po? Qëtu si bim krysh që rrugë kryesore që të nollit. Tak, hajde. Po, di. Unë jam i Drenicës, jam gazetar, Vjaçareves. Po. Jam të bo një emision për fshatin Magure, ku s'm ka folë për kush hala. Që para lufte kur janë dalë, në mas lufte pak rininja dalë. S'ka shumë rini? Ja. E që fabrika në alë qka u Unë magneziti, njëra magnezitit. Se dikush më tha që veç porcelan kanë maru. Ha? Dikush më tha kanë maru gjonat porcelanit. Në Barcelona ka kristali. Okej. Do me thonë 2 fabrika e thonë. Ja, ish kristali. Jo, po menoj, fabrika e porcelanit edhe që kanë nxerr dzehe. Po, që, ama këtu se maru. Jo, po kuptuat, veç u nxerr. Në të këtu andërë është në Beograd, punu atje. A është që kjo arsyeja pse ka qaq shumë shtëpia të braktisën apo është që i kanë marru në shta për para për punëtorë, ose që po di? Shtëpia të braktisën nuk ka, një kohë dhe gjatë kohës luftës e kanë shodë Pashkali, në gjobë. Nuk në honë për para të ashtë i kanë 300 gramatik. Po, ja, Pashkali dhe më... Më gjobë. Ata i kanë braktisë, kanë bo diçka, gjatë kohës luftës kanë bo diçka dhe ata vjekë kanë piktuar dhe më nuk në këthy. Po është edhe banesa kesh poshtë? A konë me zhvillun marë për para si vend? Atje në altë ka posta? Po. A janë konë nuk në ko banesa, ato janë ko zyre të minjerës janë ko domenëzat minjerës e do zyre të sene, se nuk janë ko banesa. Atëherë, në kohën e luftës kër e një këthy për luftës, apo kupto? Po. Janë stacionu gjinja për nejtë, se nuk kanë pas ku. A, nuk kanë pas shtëpia? Shtëpia, se akon e kallë, për gjësi. Po, që to akon problemin, se janë nuk janë ko banesa. Okej, perfekt. Hajde të përshëndesë. Shëndet, qëtu me pritën, a? Qëtu nollit, po. Respekta. Qështu tha nollit autobusit. Unë e pash në... Ko këtë bo qëllë. Për të me t'ju fri pak. Pro, i morëm të dhe informata që po besej që janë të rëndësishme. Na thanë që fshati në Digulli pas ka pas dy fabrika, njëna minjerë një fabrikë porcelanit edhe minjerën nga e cila është nxerr dzehe, e cila në atë kohë është transportu.
pra deri në Beograd. Në thësha që kemi fabrikat mira në Kosovë. Kosova është aq e bukur jashtë, po edhe më e bukur në brendit e saj. Qiknenaj vjen autobusi, kështu që nga momenti në moment na mujna me e përfundu shëtitjen tonë në fshatin Magure të komunës së Lipjanit. Qështë të shnosh, se kështë që kjo? E kemi gjetë vendin se ku vjen autobusi për Prishtinë. Vendin për i kujt na kemi me përshëndet fshatin Magure. Provej me shpërderi ka fundi që të rrugës me këshyrë apo takojmë me banorë. Në të kundërt do të kehemi shëndoshë mirë shpësojnë në shehrin e madh. Ajo që më ka bo përshtypje është që Maguri është një prej fshatrave më të pastër edhe më të urbanizuar që kam thonë në Kosovë përgjatë krejt fshatrave të cilët i kom vizitu deri tash që janë numër shumë të madh. Nuk e di nëse kam bet në i fshat me kam që nuk jom kont pak të njëherë. Jo në këtë format, në format të tjera, më televizive, po tash e tutje, keni me na foqë shto. Kështë që që thashë edhe më herët, sigurohuni me e bo subscribe kanalin tonë në YouTube, sepse kjo është e vetë një mënyrë qysh jo mundi me na përkrah edhe me na bo ma të fëqeshëm në këtë rrugë. Ikëm, shihemi, suksese! Shkojmë për Prishtinë në Elxhon. Kaq nga Magurja, shihemi në fshatin e radhës. Sa do të vazhdojmë në Prishtinë?